Në mars të vitit 2024 do të niste puna për sistemim asfaltim rruga Qafbuall-Martanesh me gjatësi 16.4 km. Buxheti prej rreth 11.2 milion eurosh u akordua nga autoriteti rrugor shqiptar që ishte edhe financuesi i projektit. Në tabelën e vendosur me fillimin e punimeve, kozjata e përfundimit ishte 13 muaj që praktikisht duhet të kishin përfunduar në prill të vitit 2025. Por edhe pse jemi në prill të vitit 2026, rruga ende nuk ka përfunduar. Bashkimi i firmave BEIS SHPK, Ergi SHKP dhe Vëllërzit Hysa SHPK nuk arritën ta mbyllin kontratën në kohë. Tashmë madje është hequr tabela informuese e projektit, duke fshirë gjurmën e transparencës që i takon çdo zbatuesi projekti me ligj. Deri tani janë kryer një sër punimesh në rrugë, por nuk duket të jetë drejt asfaltimit. Burime të besueshme pranë autoritetit rrugor shqiptar thanë se kompanitë kanë kërkuar ta dorëzojnë rrugën në këtë fazë, kur nuk është hedhur asfalti me argumentin e tejkalimit të kostos nga zgjerimi i rrugës. Ditët e fundit është bërë vendosja e sinjalistikës vertikale, por heqja e tabelës tregon se kompania është drejt dorëzimit. Drejtuesit e mjeteve kërkojnë që projekti të zbatohet siç ka qenë me asfalt. Kjo rrugë është bërë gati për asfalt, është shtruar me çakull, vetëm pritet asfalti. Janë bu mbrojtëse tajësore, sinjalistikat, janë kryer këta lloj punësh këto. A i ka kaluar fati asfalt? Nuk e dim, e vetëm në gjaqe ne se marrim vesh, s'kemi ku e marrim vesh atë punë. Nuk ka asnjë lloj mjeti për të punuar në rrugë, nuk ka punojës në rrugë. Asfaltimi i kësaj rruge do të zgjidhte një gangrenë të kahershme për mira banorë e subjekte që operojnë në zonën e Martaneshit.